Ndërkohë Trump është deklaruar se unë jam paqebërësi, kam dalur 8 luftra tani edhe me Iranin dhe Libanin bëhen 10. Presidenti i Shtetit Bashkuar deklaroi se ka luajtur një rol kyç në zgjidhjen e disa konflikteve ndërkombëtare, përfshirë dhe tensionet mes Indisë dhe Pakistanit. Në një fjalim në Turning Point USA në Phoenix, Trump u shpreh: unë jam paqebërësi, jam ai që zgjidhet 8 lufta, zgjidha një luftë që do të kishte vrarë 30 deri 50 milion njerëz Indi Pakistan. Ai shtoi se numri konflikteve të ndaluara mund të arrijë në 10, duke përfshirë dhe zhvillimet e fundit me Iranin dhe Libanin. Kam përfunduar 8 luftra, po nëse shtojmë Iranin dhe Libanin atje bëhen 10, ai. Për sa i përket Iranit, Trump deklaroi se çdo marrëveshje nuk do hyjë në fuqi pa u finalizuar plotësisht, ndërsa shtoi se ngushtica e Hormuzit ishte e hapur për qarkullim, por u mbyll një ditë më vonë. Ai tha se bllokada detare amerikane do të vijojë derisa marrëveshja me Teheranin të jetë 100% e përfunduar dhe e nënshkruar.